Përshëndetje shikues të nderuar të Gazetës Nacionale. Jeni me intervistën e përjashme të tonën Muaor Bramadani dhe Gjezair Dashin. Sot e kemi kënaqësinë ta kemi mysafir kryetarin e Aleancës, Ardian Gjini. Zoti Gjini, mirë se gjejmë si kryetari i Aleancës, në zyret e reja po ashtu. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Ata zoti Gjini me nisme sa në të fundit, do me thonë, na veç jemi në një shkelje të trifesht. Kemi shkeljen e përsaktimit të auditor kushtetues, aktgjykimin edhe rregullorën që është përsaktimi 48 është në këtë rast kryesuesi thjesht për i virtytit të moshës, që është Avni Dehari nuk e ka ftu seancën. Tash ne kemi çdo shkelje me thonë kështu violation. Tash a kem ku shkelje më kuptimin me me një terren sigurt kushtetues ose ligjor. Fatkeqësisht Kosova tashmë veç është në krizë edhe një herë, është krize përsëritur prej fillim shkurtit vitit 2025. Jemi në një situatë cilën drejtën për e them nuk kam mujt me imagjinu ndonjëherë. Unë kam qenë antar i Komisionit Kushtetues, për shkru kushtetuta dhe për ju tregoj diçka. Në atë kohë kemi provu me vendos siguresa, për e thom ashtu, safeguards, në mënyrë që mi u mundësu ati që i fiton zgjedhjet me kriju qeverin, mos me pas problemet natyrave në cilat një pakic mundet me pengu krimin e një shumice. Amo kur nuk nga ka shku mendja që shumica mundet me qenë problemi, askush nuk kam rijas me menu në atë kohë, që duhet me i vendos disa siguresa çka nëse edhe shumica nuk bën me e bu. Po, se dhe ashtu kur shkruan kushtetutat, ligjet janë në kontekstin pozitiv. Po, absolutisht. Edhe na jemi që një vjet e gjys, edhe ma shumë, në situatën cilën partia që e fiton shumicën, i bën obstruksion shtetit. Është e pa precedent, është për keqardhje. Unë besoj gjithmonë që Kosova dhe populli i Kosovës kanë me gjetë rrugë për me dalë prej kësaj krize, edhe pse po ju them, në aspektin kushtetues tani është një jo legitimitet i plot i gjitha institucioneve që ekzistojnë. Po, mirë zoti Gjini, kështu konstatimi është kë. Mirë, po më mla përshtypje edhe kur hym këtu të zyret ishte deklarata e pavarësisë të Kosovës aty dhe në shkruesit e saj ju e përmendet që keni qenë në komisionin për shkrimin, për pilimin e kushtetutës të Kosovës. A është përgjithësi pak më e madhe prej partive që kanë qenë themeltare të shtetit, prej nënshkruesve të pavarësisë Kosovës, prej anëtarëve të komisionit kushtetues për me dalë prej situatës edhe përveç konstatimit qysh sipas Aleancës mundet me dalë Kosova prej kësaj situate ilegale. Gjoni, është një fjalë anglisht që thotë nëse të vetmin mjet punës e ketë që kiqin, gjitha problemet duken si gozhda. Çka po du me thonë me këto është kështu. Kushtetuta jonë dhe shtetë ndërtimi ka ndërtu institucione, të shumta, kemi institucione, nuk ekzistojnë vetëm partitë politike. Fatkeqësisht prap, në disa vitet e fundit, janë dëmtu seriozisht institucionet e ligjit, janë të dëmtume. Janë dëmtume ose me ligjet reja, cilat e cenojnë pavarësinë e institucioneve, qoftë me rekrutime problematike, qoftë edhe me atë që quhet puna e grerzave, e cila po i detyron njerëzit në vetë cenzurë. Me thonë, diku në komunizëm nëse e kishajt shefin një shku në burg, tashmo nuk mujnë me i qu në burg, amo ju nëzin jetën me komente, me rrjete sociale, edhe po i bojnë njerëzit me përtu ashtu, me participu punën e vetë. Tash. Kjo në fundit në nënkupton kështu. Ne kemi gjyqe, kemi prokurori, kemi gjykatë kushtetuese, cilët duhen me qenë arbitri i kësaj betejë politike, e cila betejë politike është permanente në demokraci, nuk në adet kur, nësi demokraci. Nëse kjo pun i lihet vetëm politikës, ka me prodhu situatat këtila. Prap në fundit, që në kupton kjo? Pra ju më bënë thirrje ma shumë për institucionet e tjera me ndërmarrë veprime. Ka me ardhur një ditë se Kosova ka hyrë në krizë, rrezikon me hyrë në krizë tejet të thellë. Krizë e cila nuk ka morë rrugdalje kushtetuese, shumë shpejt, edhe një ditë, unë thash kem medalë për kësaj situate, mirë po gjithkush ka me pyet, çka kanë bo ata që kanë pas mundësi me bo diçka? Çka kanë bo?
Sot ka precedente penale, ka vepra penale që është shkaktu prej, qoftë prej zotit Dehari, qoftë prej zotit Kurti, qoftë prej zonjes Haxhiu, janë vepra penale, njerëzit janë në përzyra ilegalisht sot. Secili ministër që është në zyre sot e që e ka dhënë betimin e deputetit, është ilegalisht aty. Referuar atë gjykimit supremës. Edhe atë gjykimit supremës edhe vetë ligjit që e kanë hartu këta njerëz. Zoti Haradinaj, më falë si të nërfeja, kur të hinë në seansën e fundit, e përshkroj një varë kështu situatet pashartë një teren kushtetus të pashartë që tha du të me trajtu me kujdes. Dhe na e pamë që ndodhi në seansën e fundit me thonë kështu kushtimesh një farë gjysë konfrontimi që ishte deputetja ti me kadrije. Pse ndodhi kjo për shembull, në këtë rast gjujtja me vezë, a ishte, sikur me thonë, një aksion bar partijak, apo një, themi ashtu, një gjest sporadik personali zonjës Kadriaj, në base ka supozu që zoti Kurti do të vazhdoj me pezullimin indefinitiv të procesit. Çfarë ka qenë rasti që një vjetë e gjysmë? Kjo ka qenë këtë personale, ama po kthejmë vetëm pak të spjegim, këtë personale e deputetës Kadriaj, ka qenë reagimi saj, ajo është një person që e ka dhonë këtë kohën e jetës vetë të rritun për Kosovën, që ta dijmë. Nuk është gjok, nuk është dikush që është këtë rasisht aty. Edhe ka me pas gjithmonë e ma tepër njerëz që nuk munden me duru këtë situatë në cilën jemi duke e pa rendin kushtetues të u shkërmoq totalisht, e mos harroni që Kosova është vend i ndihshëm ende, shkatrimi i rendit kushtetues mundet me prodhu pasoja shumë atroma. Tashti, ku jemi sot? Afati për për konstruimin e kuvendit ka kalu, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Që do të thotë, çdo që jemi duke bë tash është një farë forme kundër vendimit të gjykatës kushtetuese që nënkupton në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Deputetët që e kanë dhënë betimin, njëri është në zyrën e kryeministrit, tjetri në zyrën e presidentit, tjerë janë nëpër ministri, ilegalisht. Në zyrën e presidentes është një grua e cila ka dhënë betimin për deputete, edhe e cila është kryetare kuvendit e legislaturës 10. Legislatura 11 nuk ka kryetar kuvendit që duhet me zonë atë vend, derisa të zgjidhet presidenti tjetër. Zotë, ne jemi në një territor në cilin nuk kem qenë kur ma përpara. Aq ma tepër, po ju tregoj kështu, me datën 5 tetor në mëngjes, nuk ka me pas drejt askush as me qenë në zyrën e presidentit Kosovës. Që do të kalon 6 mujuri. Jo, më rrëdha 1 muaj e gjysmë, më rrëdha 2 muaj. Po, kalon 6 mujuri i... Kalon 6 mujuri. Ne bëjmë kryetarën e vetëvendosjes që po konsiderojnë që unë kam licencën popullore me veprën që. Shiko, prap është tepër më rëndësi çka tha. Me datën 5 tetor nuk ka askush me dhënë mandatin në Kosovë, as për krijim të qeverisë. Do të thonë, unë po besoj që jemi në një situatë në cilën një person është të çmontu shtetin e vet, po supozojmë që i veti, shtet për cilin kemi bërë shumë mundi me gjenerata. Shumë mund. Gjeneratat tona jënë mundu me mjetet që i kanë pasë, në rrethonat cilat kanë punu e kanë egzistu. Edhe unë kom bë pyetje disa herë, po bëj edhe një herë. Kush ja bën vendit vetë kështu, edhe popullit vetë? Shiko, unë e di që ka një pjesë e popullit që ende mendon që është në rregull kështu. Po ju them, mesazhi që po del prej Kosovës në botë, edhe vetë në Kosovë, është që shqiptarët s'din me pushtet. Vjen keq që po e them këto, po me i shkel gjitha normat kushtetuese edhe ligjore, është mos me ditë me pushtet, se fundit shtetet moderne ekzistojnë edhe bazohen në sundim të ligjit, në rregullat që i kemi dhënë vetë. Nëse nuk i respektojmë rregullat tona, paramendoni çka bojnë tjerët me ne. Domethënë, Kosova është në krizë institucionale tashmë, është në krizë ekonomike, nuk ka shëndetësi as parafërsisht çfarë duhet me pas në çerekun e tretë, në çerekun e dytë të shekullit 21. Nuk ka as arsim çfarë duhet me pas as afërsisht që po bëhet gati me mbulu tregun në cilin po hymë, e që është tregu inteligjencë artificiale, teknologjisë. Kështu, zoti Gjini, për të qëndru veç në një moment të incidentit që ndodhi në kuvend, ju po insistoni edhe përmendet edhe këtu se gjesti i deputetës Kadriaj ishte akt personal i saj, e kështu me radhë,
Por në anën tjetër, ushtrusja detyrës presidentës, nominalisht, që nuk e di ma është, Albulena Agjiu tha se ka pas plane edhe për veprime të tjera. Në bazë të informacioneve të mia, stash kur dikush e zë zyrën e presidentit dhe thot në bazë të informacioneve të mia, ajo bazë e informacionit, mund me qenë edhe strukturat shtetërore. Si përgjigjni kësaj, a ka pas plane për veprime të tjera? Jo, po du me thonë edhe diçka. Dëgjoni, nuk ka pas plane as me bo atentat në Kurtin në Macedoni. Po, e di, e kena vërtetu. Po. E kanë çpik, kanë rajt me rë të fort. Në televizion publika që në Kanë rajt me 2 rëja. Ashtu, rën tipike. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që këta njerëz nuk e kanë fare dert. Pse rajnë edhe pse mashtrojnë. Amo tashmo kanë kalu në atë fazën që nuk ju vjen marrë hiç. Do të thonë, supozojnë që diku një 40% e njerëzve ju besojnë qorazi, çka të thojnë, edhe këta vazhdojnë me i thonë të pa vërteta. Edhe njëherë po ju them, e konfirmon vetë edhe deputetja Kadriaj, me të cilin jam krenar, që e kom kolege, edhe në Leon, që ta dijim, që ka qenë aksion i saj, vetanak, ajo ka përfaqësu një pezm, që është pezm i shumë kujt sot në Kosovë, edhe i shumë prej deputetëve, cilë vetëm se nuk e kanë marrë një veprim tillë për ndrysh janë pezmatum. Po i thome edhe diçka. Ka shumë deputet të vetëvendosjes që janë seriozisht të pezmatum edhe e shprehin. E shprehin me shumë kënd. Ka. Po absolutisht ka. Që nuk e din që janë të bo, që ankohen publikisht. Që nuk e din që janë të bo, po e besoj. Po që ankohen publikisht se kërkush nuk i pyet për kur gjo, ata duhen vetëm me që u dorën, çka t'ju lypet. Do thot, ekziston sot një masë kritike e njerëzve cilët janë të zhgënjy te i mase me këto që po ndodh, edhe unë po ju them, ne kem me apelu të qytetari i Kosovës. Duhet me ditë që politika nuk është tifozllëk, që njerëz që zgjedhen në funksione publike nuk janë si lojtarët e futbollit, që nuk të fusin në xhep as nuk nxjerrin prej xhepit kur gjo, a fitojnë a hupin. Nëse fiton një qeveri kësisoj, nëse fiton një politik kësisoj, në fund fundit, të gjithë barën e dështimit tëne kanë me bëjt qytetarët. Na, gjithë na, nuk e bartin veç ata vetë, se ata vetë nashta dhe jashkelin. Ata, për shembull, ne e pam zotin Kurti në fillim, megjithatë e bonim një zbutje, një reduktim të diskursit, tha AK-ja një parti e respektuar parlamentare, ndodhi incidente edhe e pa atë kthesën e madhe. Megjithatë, me asa unë ju kumgu juve, konsideroj që ju s'keni pas iluzionet që kjo zbutje u kanë veç strategjike, në ata që ju keni elaboru si luftë për fajhedhje, me thonë kështu. Megjithatë, çush e pa që të kthesën kur me njëherë mas incidentit në kuvend, shpërthejnë një erupcion kështu, një armësi kategorike. Edhe me fake news të profesorëve. Te fake news i po dhim, do me thonë e pa me dhe një ballim të fabrikuar me cila u dhashi një vërtet e mirëqen, nivelit që ashtu të... Ti me Kadria i lavdrohet nga xhurici. Xhurisht thot që ajo kallzoi dinjitet e kur ajo diçka kështu. Edhe u shpërndapej rrethit të miqve të ngushtë të zotit Kurti, është Elvis Hoxha, është ligjerues në shkollën politike, ai tjetri Suçtarova, është në këtë rast ka edhe Sadri Ramabaja. Megjithatë raportimi jonë mas nai ata kërkon falje. Është mirë që një pjesë serioze e mediave tona, këtë rast nacionale po edhe tjerat, kanë fillu me u sofistiku edhe me qenë shumë të shpejta, edhe pse fundit ka qenë dashur me qenë edhe më herët, kanë shumë të shpejta në zbulimin e lajmeve të rreme, në zbulimin e montimeve me inteligjencë artificiale. Edhe tash gradualisht po bëhet pak më vështirë me i plasu këto lloj lajmesh në publik. Mirë po mos harroni, ka vite e vite që ky lloj lajmeve plasohen, diku nashta prej 2019 janë plasu me mira lajme të rreme. Aleonca ka qenë target i madh. E di, në rrjetet sociale, në cilat edhe nuk janë shumë në atë farë filtrin e mediave, me llogari false, si kjo që unë i thom lule e gjeli, do të thonë është bombardu opinioni publik në Kosovë me lajme të rreme, me lajme false, me pretendime totalisht false, me importim të lajmeve prej Rusisë dhe prej Serbisë, të cilat janë të kuzhinume me shkaktu probleme në Kosovë. Kjo është lufta hibride fundit. Ata kuzhinojnë në vazhdimsi
me sjell Kosovën në pozitën cilën fatkeqësisht mesazhi më shku që Kosovën nuk e dojnë serbë të Kosovës, pas shqiptarët që në të e dashtë. Unë duhna me folë për këtë temë, dëgjani. Unë kom luftu me flamur shqiptarë, e mbajnë shpi, edhe në zyra e mbajnë. Po nëse kryeministri i Kosovës, ai që e lyp mandatin, del vetëm me flamur shqiptarë në foltoret kuvendit, mesazhi që dërgon jashtë Kosovës është tepër i qartë, nuk po e du që të shtetë. Që ta dini. Këto janë kuzhinime të armiqve tonë, të cilët prej vitit 1999, ku do që kanë shku, në çfarë do kancelarie botnore, në çfarë do konferencë, në çfarë do takimi bilateral e kanë thonë një gjë. Jeni të bo shtet fals, ju kanë thonë Amerikanëve dhe Europianëve. Për shkak se atë shtet nuk e dojnë as serb, as shqiptarët se dojnë atë shtet. Çka duhet me bo? Duhet mi da, mi coptu, si pas hartave tona. Tash, qysh është e mundshme? Që dikush që udhëheq me qëtë shtet, praktikisht e mbështjell me vel kombëtar, një diçka që mundën në fundit me dalë me qenë shkatruese për vendin tonë. E mbështjell me flamur kombëtar, një mesazh që është absolutisht i njëjtë, absolutisht copy-paste me mesazhin që ka shku prej kohës Zoran Xhinxhiqit. Që Kosova nuk bëhet shtet, që Kosova bëhet shtet se nuk e dojnë as serb, as shqiptar. Kërkush se do Kosovë. E tashti, këtu ka ardhur puna që këtë që kemi të bo sot, me qenë luft për Kosovën, jo vetëm luft politike. Po, por në këtë kuptim, Zoti Gjini, ju si aleancë, ju e formulut edhe një ofertë, me thonë 6 pikëshe, edhe në këtë betejën politike, apo ndjeni pak të vetmum prej dy partive të tjera opozitore, nga PDK-ja edhe LDK-ja, edhe në kuptimin e një strategjie për ta ofruar një ofertë ideologjike për të bashkëpunie me vetëvendosin, edhe në kuptimin frontal kështu të betejës, e po më deputetja ju i ti me kadriaj e bëri atë aktin e përballjes. Pra, apo ndjeni pak si të vetmum pra LDK-ja veç gati ishte me një këmbë koalicion PDK-ja? Është për këtë çështje është një linjë prej filmit Hit. Vetëm po jo të vetmum. Nuk është e imja me komentu shumë për partitë në opozite, imja është me komentu për pushtetin, se kjo është roli opozitës fundit. Dy partitë tjera i kanë strategjitë e veta. Nuk e kemi në plan me ju ligjëru. Unë nuk e kom plan me i ligjëru as PDK-s, as LDK-s, i din punët e veta. Pakës vetën po as se si të vetmum, për ju të regoj që vetëm javët e fundit kanë të regu që qytetarët e Kosovës e presin një opozit si të aleancës, e cila jo vetëm që është e gatshme me i shkund gjonat në Kosovë, mirë po edhe din çka po dënë me bo. Problemi i Kosovës është që në disa vitet e fundit, qeverisja aktuale e ka reduktu diskursin publik në ato se kush ka fajt që po shkojmë në zgjedhje, po hiq për politika. Nuk i shkon mend kërkuj çka dojmë me bo për ekonominë. Veç ne po flasim. Çka do të thonë reduktimi i taksave, çka do të thotë ndryshimi i ligjeve për me e thith investimet huaja dhe të vendit. Veç na po flasim. Për shkak se kemi për shkak se kemi dasht me dal prej këtij diskursi publik që vetëm është kush e ka fajin. Kush është me Serbinë, kush është me Kosovën, unë po ju tregoj. Me Serbinë janë gjithë ata që e bojnë Kosovën me u duk keq, që e rënojnë ekonominë e Kosovës, që e rënojnë shëndetësinë e Kosovës, që e rënojnë arsimin e Kosovës, edhe që në fundit i bojnë qytetarët e Kosovës mos mi desh njëri tjetrin, me urrejt njëri tjetrin. Këtë kush bën kështu? Është pik për pik të e zbatu një plan të cilin Serbia e ka për Kosovën, nashta që prej në të nënës. Do shta me ndryte të një lloj kështu djathtizmi, për shembull, tash jo për me marrë pozicion ndaj partive opozitare, por për shembull na kem pa parti që e trubetojnë djathtizmin, programin zgjedhor, domethënë e kanë pas të volës pe internacionale socialiste. Domethënë e kem pa një kontradikt të tillë që është paradoksale. Prej LDK-s, thuje. Po prej LDK-s, nëse shikojnë në kuptim.
Çfarë bën aleancën për shembull me pretendu që është një farë kështu flamurtari i të djathtës. Që për ju tregoj kështu me pak shpjegim. Unë e di që në LDK ka njerëz që mendojnë djathtas, e di i njoh, ka njerëz. Edhe që e kuptojnë çfarë është, edhe që e dëshirojnë si koncept ideologjik, e kuptoj këtë çështje. Ata i marrin vendimet e veta, edhe unë po ju them, na kem pas nevojë me dal prej këtij hendeku, i cili është i poshtër. Shikoni, dikush ka thonë një herë, politika ma mirë sociale në botë është punësimi i njerëzve. Këtë politika tjera sociale jënë shkatruese. Mirë, po që ndodhë, e dim që për shkak se një pjesë e popullit ka probleme financiare, një pjesë e mirë, për shkak se është vend i varfër, dhe o ka varfërohet, o ka rritet numrit varfër, qeveria nxjerr parë prej arkës shtetit edhe ju jep. Okej. Tashti, kur shasin partitë politike të djatha është që nisin me supozu që këto politika sociale, këto ndihma sociale të njëhershme, që nuk ju zgjidhin problemin të varfërve, vetëm çka i bëjnë të varur prej vullnetit qeverisë kur për ju jep ato pare, këto partirë shasin edhe fillojnë me premtu të njëjtën gjë që është fort gabim, është fort gabim. Problematike se po përzihet ofertat e qytetarit. Jo vetëm aq, po është gabim për të ardhmen. Shikoni, çka ndodh tash te procesi i taksave. Ne po i themi popullit Kosovës kështu. 18% veç TVSH nuk po shkojnë të taksa tjera. Shteti i Kosovës ju merr prej xhepave tuaj në çka do që bleni, përjashto bukën, vajin, sheqerin, mielin, që na nuk hajmë këtë kohën bukë, vaj, sheqerin, mielin. Tash, nëse një familje që i shpenzon 800 euro në muaj, edhe këtu po e heki akcizën, që shkon në benzin, që e blejmë ton në duhan, në disa produkte tjera, ne ja japim gati 20% këtë që ka blejmë shtetit, jo tregtarëve, se TVSH-ja shkon në orë të shtetit drejt për drejt. Tashti, nëse veç 800 euro i kemi të shpenzume për konsum të zakonshëm, ne ja japim 160 euro në muaj shtetit, që bojnë 1.600 plus 320, 1.000, gati 2.000 euro në vit. Ja japim shtetit në ark, për me hongër e me pi, Ne po i themi kështu. Dojmë një nxjerrë në zero produktet ushqimore në TVSH. Dojmë një nxjerrë në 8% produktet tjera jo esenciale, po që janë ushqim, fundit, produktet e procesume. Dojmë me e heq komplet taksën në produktet higjienës për gra edhe për fëmijë. Edhe nëse e bëjmë këtë tërheqje, na ja kursejmë diku gjysmën e asaj që e paguajnë qytetarit, do të 850 euro në vit jalojmë në xhep, në kulet të vetën. Atëherë nuk kemi nevojë me ia dhoni 100 euro sa herë ka zgjedhje. Pro për me qartësu. Kjo çka po i thojmë kështu na qytetarit. Që do të thotë? Ne jemi tu provu me e spjegu që e djathta nuk është kundër zhvillimit, po është absolutisht e kundërta. Është për zhvillim, se ne po mendojmë që vetëm rritja e bazës tatimore, jo rritja e tatimit, e rrit ekonominë e vendit. Përkundrazi është. Është komplet. Veç dy në pyetje të shkurta, për aleancën, për juve, një shoqëni e pasur, ma pasur se kaq, ose ju e varfër, është ajo kur qytetari i ka parët në xhep të vet, e nuk ja jep shtetit që pastaj shteti sot dënë mja dhënë qytetarit, apo kështu? Absolutisht që edhe njerë veç për një shpjegun këto që e tha ti, që e shkurtume. Shteti po ju merr paret qytetarëve, po i shtin org shtetit, po e mazit pak, se çka të hinë org shtetit kanë mi mazit se të vjedhen, edhe në fund po ja jep kur për i vynë shtetit, jo kur për i vynë qytetarit. Që do thotë kur për ka zjedhe. Po, veç edhe një në pyetje që të shkurt. Në Kosovë, më falë Gjezair, veç edhe qëta, në Kosovë është spjegu gjërësisht e majta, është spjegu nga lëvizjave vendosur. Elektoralisht jushse edhe është spjegu gjërë e gjatë. A mungën në Kosovë një shpjegim pak ma i detajum, pak ma i thellë, me fol pak ma shumë se çka përfaqëson e djatha, edhe pse Kosova do të me u qeveris nga një qeveri e djathtë. A besoni ju edhe një në pyetje që qytetari mesatar të azom në Kosovë ka prirje me qenë ma shumë i djathtë në fakt se sa i majtë, por mungon shpjegimi.
Te ajo se çfarë Do të është një kritik pak edhe për ju, kur po them mungon shpjegimi. Për shkak se ka tendenca është shumë më komplekse, po se ka mungu shpjegimi i djathtë në Kosovë është absolutisht e vërtetë. Ka mungu shpjegimi i qartë, i detajzuar edhe ashtu i pa kompromis fix. Kjo është e para. Ka mungu. Për shkak se çdo qeveri ka qenë qeveri koalicioni, në fillim ka pas pore shumë pak Kosova, është kompliku jeta. Do më thonë, ka munges spjegimit. Postër, çka do të thotë, çka po bëj unë sot me ju, është me i tregu që nëse unë të reduktoj taksat, ki me pas pare ma shumë, ki me ble ma shumë, ki me mri me kursy ma shumë, ki me jetu ma mirë. Ai reduktimi taksave edhe rritja investimeve kapitale në vend se vitrave, ka me gjeneru ma shumë vendet punës, ka me gjeneru ma shumë GDP, bruto produkt vendor, që ka me ngrit Kosovën për i vendit fundit në Evropë. Këto po e themi. Tash të pjesa tjetër, që është përpos që ka mungu spjegimi, është edhe diçka që është shumë e vërtet, dhe unë e di që ka me ardhë dita shpejt, është që Kosova kur nuk është qeveris, kur historit vetën, nuk është qeveris prej një koncepti të djathtë. Edhe po flasë për qendrën e djathtë, nuk jam të shku skojeve se ju rej ekstremet, definitivisht, unë mendoj që edhe populli i Kosovës ju rejnë ekstremet. Kur nuk është qeveris, puro prej nuk e ka provu pra. Kur nuk e ka provu. Tash po e shpjegoj qysh. Kemi dalë prej komunizmit. Qeverit e para të Kosovës e kanë pas të pamundur në aspektin ekonomik me qenë edhe të majta dhe djathta. Me 300 milion euro budget nuk mundesh me qenë as i majta si djathta. Dikur kanë nis koalicionet, cilat gjithmonë tërheqin njën në anës e njën në tjetër, edhe po ju them që me politika puro djathta nuk është qeveris. Rasti i vetëm kur është tentu me i nxjerrë disa politika që janë puro djathta, po disa ka qenë qeverisja mes 2017-2019 e Ramush Haradinajt. Vetëm ajo periudhë, po nuk kanë mrit gjitha politikat me qenë, e nuk mundem një qeveri me pas edhe politika të majta dhe djata se bëhet një mishmash nga trovet komplet puna. Ma përpara, qeverit kanë thonë që janë djata, mirë po kanë nisë me dhonë pare. Në vend se me kriju kushte që njerëzit me i fitu vetë ato pare, mu rrit, mu zhvillu biznes të vogla, të mesme, mikro, ka nisë me dhonë, jo, mos keni dert ju, ne ju japim. Që është anti-zhvillimore, edhe njëherë po ju thëmë, asni politik e majt nuk është progresive. Kërkund në botë nuk ekziston një politik e majt progresive. Progresive në politikat e djata. Të majtat janë me shpërnda, edhe këtë fjali po ju lutem o male ju. Në gjithë botën lufta është të rishpërndarja e të mirave të përbashkëta. Qysh i shpërndan të përbashkëta? E majta thot unë ju marrë, e mas ne ju jap kapak. E djathta i thot nuk ju marrë, po ju krijoj kushtet ju me u zhvillu vetë e me pas ma shumë. Nuk ka kur gjo progresive në ata që i thojnë vetës progresista. Amo as gjo heq, zero. Zotë Gjini, për më këthy të çështjet më të fundit, Alianca ka folë për protesta. Kem pa një shkrim të zotit Davut Haradinaj. Ju e keni përmenë shtatorin, tash me siguri po supozoj që shtatorin kuptimin që edhe ju e keni përmenë konferencë që zoti Kurti nuk po dënë me thirrë seancë deri në shtator që me mujt me i botë çfarë pas të farë afate. Te protesta, për shembull. Cila është kauza e një proteste të tillë dhe a mundet me gjeneru mbështetje një kauzë cila do të jetë ajo, besoj e shpjegoni, a këja te njerëzit. Aliancën. Ne i kemi 2 ose 3 gjona të qarta tashmë. Ky person ka rrinë në pozitën cilën po i thot këtë Kosovës, qytetarëve të Kosovës, partive politike, institucioneve të Kosovës, shërbimit civil, sistemi drejtësisë, gjithë dhe po i thot, ose i kom krejt unë në kontrol, ose kërkush. Edhe shkojnë prapë në zgjedhje. Ky ka hyrë në zgjedhje, po ju tregoj unë, në zgjedhje jemi. Për shkak se është e pamundun një njëri mi kontrollu krejt. Edhe presidencën, edhe kuvendin, edhe kryeministrin, edhe gjyqësorin, edhe prokurorin, nuk guxojmë me leju diçka të tillë, për shkak se shkojmë në monizëm, për të cilin gjeneratat që vijnë atëherë kanë me pagu shumë ma tepër për me dalë. Që thotë ky ka një zgjedhje, këtë çfarë ndodh sot në Kosovë,
është vetëm me i kry 2 ushtrimet vetat kë, që po beson që ka mësu me i kry. E para është me elon fajin të opozita, që po na çon në zgjedhje, edhe e dyta është me përcaktu datën kur do vetë. Shumë thjesht. Këtë çka të ndodhë sot në Kosovë, është me ble kohë. Edhe kjo që i hapi dyrët e objektit kuvendit për diasporën, për mërgjimtarët, çka do që të ndodhë sot në Kosovë, edhe kryenësia e çmenun e Avni Deharit, që thot nuk ju thiri pa u marrë vesh ju, e votat për me konstitu kuvendin i ka. Tashma ka kaluar afati 48 orë, që nëse thirr është në shkelje, është offside, është Do goal offside. prej shkeljes në shkelje, prej shkeljes në shkelje, edhe më thonë po i thot Kosovës, merri vesh se unë e thiri seancën. Pse nuk po e zgjat një kryetarin e kuvendit, to i kanë votat. Pse po e bllokoni Kosovën? Pse po e shtini edhe Albulina Haxhiun me bo vepër penale me hyrë zyret presidentes, pa pas drejt me qenë aty. As komën nuk ka drejt me qenë. Tash, nëse që kjo është situata, unë po besoj që Kosova është të arrit në pikën në cilën nuk ka rrugë kushtetuese edhe ligjore për me dalë prej hendekun në cilën e fut, ose në cilën e ka fut pikrisht një njeri. Po kështu për egot vetë. po, në këtë kuptim, nëse shkohet në zgjedhje ose parë parasysh që përfundon kë konfrontim qoftë me protesta, qoftë kështu, pastaj përsëri do t'i kthehemi lidhshmërisë, kushtetshmërisë, zgjedhjeve të reja. Kështu aleanca disa polë zgjedhje i është parashiku fundi aleancës, por ka mbri me qëndru si parti parlamentare. Kjo i atribuohet, si me thonë, shihet, si pas me në 2 perspektiva. E para është se zoti Haradinaj me gjithat e ka pas një rreth të njerëzve, edhe për shkak se ka buru si komandant i zonës Dugaxhinit, edhe për shkak të respektit familjes Haradinaj, edhe në një farë mënyrë ka arrit me mbajt aleancën si parti parlamentare. Kjo është konteksti i parë, perspektiva e parë, por një perspektivë e dytë, ku si me thonë dvë edhe juve në përgjithësi, është se zoti Haradinaj ka mbri me mbajt aleancën si parti parlamentare, por a ndjeni si përgjithësi të madhe, tash nëse shkojmë në zgjedhje, në këto zgjedhje, ose qoftë të zgjedhje edhe pastaj, që me rrit aleancën, si me thonë, a i keni vru veti target veç me e mbajt aleancën parti parlamentare, apo kjo ardhja juaj edhe ky shpjegimi djathtës edhe se jeni pak ma energjike ma kështu, më tani edhe ta rresni aleancën. A do ta llogaritni sukses vetëm me u fut në kuvend, apo... Që po ju tregoj kështu një histori interesante. Unë mendoj që në histori të pas luftës së Kosovës, askush hiç në politikën kosovare nuk ka qenë ma i targetum eksakt prej luftës hibride dhe prej fake newsave se Ramush Haradinaj. Që ta dijmë. Nëse ka me u bo një tablo në tardhmen, se kush ka qeni ataku permanent, sidomos prej vitit 2014 dhe ka lidhshmëri të mëdha vitit 2014 me çka ndodhi në Kosovë, ka qenë Ramush Haradinaj, edhe normalisht që këto kanë lënë gjurmë. Tashi, unë e di që kur unë jam zgjedh kryetari i aleancës, shumë kush ka besu që nuk e kalojnë pragun. Okay? Shumë kush ka besu njëjtë, bile dhe është punu. Ka pas dekurajim të votuesve që nuk e kalojnë pragun, mos votoni për ata. Na jemi partia e vetme që jemi rritë në terma absolut dhe relativ. E dim që nuk është në rritje spektakolare, po jemi rritë. Tash po ju them që aleanca është një front runner me politika, me ide, me njerëz, jemi front runner, po ju tregoj. E kom thonë 100 herë, po ju them edhe sot juve. E djathta e mirë ka me i fitu zgjedhjet në Kosovë. Edhe tek atëhere, qytetarët e Kosovës kanë me e pa çka do me thonë me e pas një djathtë të mirë në pushtet. Qysh ndërtohet shteti, qysh ndërtohen institucionet edhe qysh respektohen institucionet. Qysh e vënon një pushtet veten në sundim të ligjit e nuk del për mbi ligjin. Kanë me e pa, e di që kanë me e provu. E di, jam i sigurt. Kur ta provojnë, atyre që ka me ndodhë në Kosovë që është që edhe e majta duhet me reformu vetë vetën, se e majta nuk guxon me qenë puro populiste, nuk guxon vetëm me shpërnda tolla, se nuk ka të i një mu fukaras nëse ja jep 100 euro, so herë të ka zgjedhje. Nuk ka të e nëzirë prej varfris, është veç të ja ble votën qatë ditë kur ka zgjedhje dhe kjo është e dhimshme. Është e dhimshme. Unë për i them qytetarëve të Kosovës, përmes jush, ka me fitu e djathta a mirë, na kemi me fitu.
atëherë kanë me e pa qysh rregullohet jeta e njerëzve pa i shantazhu, pa i rrejt, pa i fyë çdo dytën ditë indirekt, pa i bo të varur ndaj shtetit. Nuk ka shtet të fort me individ të dopt. Nuk mundet me ndërtu një shtet i fuqishëm nëse njerëzit janë të varfër, edhe nëse shteti i manen varfri, edhe ju krijon varësi, thot unë t'i jap paret kur du. Vend se me e lon mu zhvillu vet, mu rrit vet, me rregullu familjen vet, me marrë vendime vet për familjen e vet. E atëherë me e bo shtetin e fortë. Kështu, zoti Gjinim, sepse kaq, si me thonë, ishte kuha për këtë intervistë, po besoj që është mirë me na premtu që kemi me mojt një intervistë tjetër, ku nuk kemi me omor hiq me zhvillimet ditore politike, po kemi me fol veç në kontekstin ideologjik se mbetën shumë gjëra pa u kristalizu, se po besoj që ajo që ka nevojë publiku me dëgju prej këtyre lloj intervistave është që ky kristalizimi ideologjik ku qëndrojnë partitë dhe për çka qëndrojnë, kështu që për sot po besoj që kaq ishte mjaftueshme me kaq shumë më zës pres. Për një kësaj interviste. Me mri me fol për tema që duhet. Okej, pra na dhe fjalën që vjen për një intervistë të tillë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.